Rikthehemi sërish në studio dhe në këtë pjesë të programit do të ndalemi në një grup muzikor, ndoshta më i veçanti në llojin e vet. Ato janë kori i grave Teuta, 19 gra të cilat i bashkon pasioni për muzikën. Ky kor, me zëra të bukur dhe me dashuri për këngën polifonike shumë zërshe, ruan dhe promovon muzikën shqiptare prej 20 vitesh, që nga themelimi i tij. Kanë ardhur sot nga Tetova për të ndarë artin e tyre 2 prej grave të korit të shoqëruara nga dirigjenti. Mirëpres me kënaqësi në studio Sanie Berisha, Anita Aziri dhe dirigentin Jeton Pustina. Përshëndetje, mirë se vini në Living Day, shumë kënaqësi t'ju mirëpres. Përshëndetje, faleminderit. Mirë se vini, shumë kënaqësi. Kemi vetëm 2 nga përfaqësueset, por më lejoni t'ju them se jeni një kor shumë i bukur. Përveç se me shumë vlera edhe shumë talent që e përcjellni, por është kënaqësi edhe t'ju shohësh, edhe t'ju dëgjosh, por ju lutem ratohuni e të nisim këtë bisedë të ngrohtë e miqësore. E di që ndoshta jeni pak të lodhur, se keni ardhur nga rrugë jo shumë e shkurtër, por e vlerësoj pa mas faktin që zgjodhët të ishit sot këtu në Living Day. Faleminderit. Janë 2 dekada tashmë. Si ka lindur ky grup? Si ka lindur ideja? Si vendosët që të bënit bashk 19 zëra? Unë do t'ju kisha thënë që grupi si vjet festoi jubileun e 20. Në fakt, ekziston që 20 vjet. Është iniciativë e grave intelektuale të qytetit Tetovës, dashamirëse, artdashëse dhe sigurisht zonja që e kanë kultivuar në familjen e tyre, kanë kënduar dhe kanë dashur muzikën atë qytetare, muzikën e lehtë e kështu me radhë. Në fakt, për 20 vjet kanë qenë emblema e qytetarisë të Tetovës. Një kor i cili mbi të gjitha ka përshuar atë energjinë pozitive, ka qenë një element i cili i ka bashkuar gratë në qytetin e Tetovës, por mbi të gjitha zonja të cilat edhe kanë pas tradit në familjen e tyre artin dhe kulturën. Këta gra të respektuara, të cilat sigurisht tash edhe në këtë edicionin e fundit bën krenar, jo vetëm qytetin e Tetovës, por edhe më gjerë, kanë qenë të gjitha shumica antare e shoqërisë më të vjetër kulturartistike të shqiptarëve të Maqedonisë, që është shoqëria Xheladin Zeqiri e Tetovës, e themeluar në vitin 1936 si dek e organizatës patriotike Besa, e mandej me kalimin e kohës, me ndryshimin e sistemeve, ndryshon edhe emri. Të gjitha si vajza të reja kanë qenë ose valltare, ose këngëtare, ose instrumentiste. Mandej një periudhë shkëputen nga aktivitetet, mbase jeta i ka ato të vetat, dhe përsëri vinë e bashkohen në këtë kor, që tani ma i bëri 20 vjet, dhe një kor i cili me ëndje dëgjohet dhe kërkohet nga të gjitha mediumet. Teksa ne do të bisedojmë, nga regjia na ndihmojnë edhe me video, janë koncerte tuajat, të cilat do doja edhe ti komentojnë për shikuesit, për publikun, 20 vite. Ju keni qenë, nuk janë të njëjta zonjat, ndrohen vit pas viti, ka largime, ka zonjat të cilat i bashkohen, dhe ju jeni, kanë përshtypjen ne jemi të bashkuara të reja. Të bashkuara së fundmi? Si e keni gjetur veten? Me që tha profesori Jetoni, faktikisht ne dalim nga shoqëria Xheladin Zeqiri, kështu që për momentin dhe jam si soliste e shoqërisë Xheladin Zeqiri, po dhe antare në grupin Teuta. Jam kyç gati 2 vite dhe është kënaqësi të jesh në një grup të tillë, ku ato zonja falin vetëm dashuri. Si e shihje për para 2 vitesh këtë grup? Si e admiroje mënyrën se si performonin këto zonja? Dhe a kishe ti mendime, dëshirat e tua për të bërë pjesë e korit? Çdo herë kam menduar atë se kur do bëjnë ndonjë moshë të caktuar si atë zonja të futem. Po janë që vati e deshi pak më herët të futem në atë, megjithëse janë zonja vërtet të cilat e duan muzikën dhe luftojnë që të mbajnë traditën e këngës së vjetër, domethënë qytetare,
Kështu që të gjitha janë e çuditshme me profesione të ndryshme dhe të talentuara për këndim, për muzikë. Kush ka qenë në familjen tënde që të ka nxitur, që të ka frymëzuar? Cila është historia jote? Historia ime, unë e vi nga një familje artistësh, duke filluar nga babai im i cili ka qenë këngëtar në shoqërinë Xheladin Zeqiri. Vllau im është një aktor i njohur, Adrian Aziri, dhe më pas une jam marrë me këndim. Ka qenë dhe mami valltare dhe tash jam bashkë me mamin në korin e grave. Sa e bukur, nuk mund të ishe përjashtimi përveç se e rritur në një familje arti, do t'a gjeje rrugën tënde. Dhe kështu ka ndodhur. Ka ndodhur, po është fiks. Dhe më pas vjen dhe vajza ime e cila është kyqur në atë shoqëri dhe merret dhe me vallësim dhe me muzikë. Kështu që neve nuk na ka shkëputur as pak të merremi me art edhe me muzikë. Ka qenë e natyrshme. E natyrshme. Do shta prandaj ka ardhur edhe herët. Më herët se sa ti e kishe menduar që të bësh e pjesë e korit. E korit, po. Megjithse gratë kur e formuan fillimisht këtë grup, ishin disa zonja që fatkeqësisht ka edhe të ndjera të cilat nuk janë mama në mesin tonë, kam pas ftesë, po isha shumë më e re atëherë dhe kështu që jo se nuk e gjeja veten, po kisha normal angazhimet e mia, festivale, andej këndej, kështu që dhe nuk e shifsha, isha pak më i lazruar. Po ja që erdhi fati dhe... Dhe erdhi momenti, erdhi ai moment, po, ftesës edhe propozimit. Për më tepër që edhe mamaja juaj është pjesë e këtij kori, të jep një dashuri dhe një ndjeshmëri të veçantë. Do doja të dëgjoj edhe historinë tënde, kështu ka ndodhur, meqense kuptoj se secila prej zonjave ka një histori të mëparshme që e sjell në këtë kor, edhe ndoshta kjo e bën kaq të veçantë. Po edhe une mendoj ka një kohë ma të shkurt që jam kyç në këtë grupin Xheladin Zeqiri, thotë 2 vjet. Po dëshira ime për të kyç ka qenë ma afatgjate. I kam ndjek vazhdimisht zonjat dhe kam dash në çdo herë të jem pjesë e tyre, po ndonjëherë pjesë e jetës nuk ti mundson, për shembull, kohën, momentet për të kyç, po këto 2 vite, dhe thote, jam kyç edhe jam shumë e pasionuar, dhe thote, mbas korit, jo veç këndimin, po mbrenda që e kanë artin, zonjat në shpirt, dhe thote, atë dashimërsin, atë energjin pozitive, atë komunitetin, atë, si të them, atë përvojën e jetës. Si tha Anita, janë të profesioneve të ndryshme, po ka një shpirt shumë pozitiv, një shpirt shumë, si të them, tërheqës që më kanë bo, mu t'jem një pjesë e atyre dhe që e shijoj këtë moment. Në profesion je biologe? Unë jam biokimiste, jam magjistre e biokimisë, nësot e punoj në... Jashtëzakonshme, e pa besueshme, për të zëra tuaj, punoj në spitalin klinik të Tovës. E pa besueshme që ju mund të keni profesionet të tjera. Po, ashtu është. Punoj në spitalin klinik të Tovës, thote, në laborator. është kënaqësi, edhe unë e vi nga një familje, thote, ardashse, po jo që janë ekspozuar tem në muzikë, arsimtar, thote, babën tim, një kosisht ta edhe ka qenë i kara mandolinës si instrument, me gjithë se ne vim, për shumë, 6 fëmi kemi qenë, thote, në familje, gjithë herë, mbrëmja ka qenë e shoqëruar me mandolinë edhe me këngë. Sa bukur. Ashtu ishin kohërat ma përpara, thote, kjo ishte kënaqësia dhe, thote, tash e gjeta veten në këtë grup, performoj atë pjesën tema artistike që mundem ta bëj përveç profesionit që e kam, thote, biokimistës. Jeton, kam kaq shumë kuriozitete, por qëndroj për një moment tek profesionet. Cilat janë profesionet më të veçanta e të pazakonta që janë këto zonja pjesë e këtij kori? Po aty kemi motra medicinale, kemi mësuese, kemi anvise, kemi juriste, ekonomiste, kimiste, edukatore, do me thanë të gjitha profesionet mundet, çdo kush e ka nga një profesion, profileve të ndryshme, por ja që dashuria për këngën dhe ai pasioni i madh për të dhënë kontribut i bashkon të gjitha. Dhe kjo është e madhështia e grupit. Sa zonja kanë qenë ndër vite? Keni patur gjithmonë një numër të caktuar? Si bëhet, po themi, përfshirja në këtë kor?
Duhet të aplikoj për shembull një zonjë që e sheh që ka talentin, ka zërin, bëhet një provë paraprakisht. Sigurisht, ajo elementarja është të ketë dëshirë dhe ta dojë këngën. Dakor, po dëshira nuk mjafton, se dëshirën kam dhënë, po zë nuk kam fare. Dyert i kanë të hapura të gjithë. Po ja dhe kush nuk është e talentuar dhe nuk mund të vazhdoj. Sigurisht, kushti i parë është duhet të jetë e talentuar, të ditë të këndoj, ta ketë intonacionin, sepse ne nuk kërkojmë nga zonjat teknikën vokale ose po ato kulturën elementare të këndimit, do me thanë, dhe në të shumtën e rasteve do të kisha thonë, e kalojnë provimin dhe ja bëhen pjesë e grupit. Përafërsisht grupi është rrotullu çdo herë rreth 20 gra. Rreth 20. Pavarësisht ka pas ardhje, prurje, largime, do me thonë raste të ndryshme, po ka qenë rreth 20 Se është e rëndësishme që të jenë rreth 20 zëra që ju i harmonizoni? Po, ajo është një numër orientues, cilët e mbajmë ne, dhe në të shumtën e rasteve këngët zonjat i këndojnë në 2 zëre, ka raste ku dahemi edhe një 3 zëre, po kështu që 10 zonja janë zëri parë, 10 zëri dytë, atë që kanë mundësit, po atë që e bëjnë shumë bukur. Janë rreth 20 zonja me profesione të ndryshme, një pjesë janë edhe gjyshe. Kur i bënin provat jo? Goxha angazhime në jetën e secilës. Zakonisht provat për arsye se ka edhe antarët grupit që janë në marrëdhënie të punës, mbrëmje koordinohemi, për shembull për një kohë, termin, rreth orës 6:30, 7 mbrëmjes, thotë, në atë kohë që mund edhe detyrat e shtëpisë ti kryjmë, edhe të shkojmë, thotë, me atë elanin tonë. Sa shpesh punoni? është një takim i çdo mbrëmjeje ky juaj apo jo? Kemi një orar, 2 dhe 3 herë javës në javë takohemi, ushtrojmë, bëjmë përzgjedhje, kemi kalendarin ku duhet shkojmë ftesat të aktiviteteve dhe ajo në ndihmon shumë. Në fakt, ma të angazhuar jemi në muajt tetor, nëntor dhe dhjetor, veçanërisht muajin nëntor, ftesa kemi shumë, kemi arrit në atë stadin ku tani edhe i zgjedhim vendet kur shkojmë. Jo se nuk duam çdo kund të shkojmë, po aq kemi mundësi. Pa mundësi e kohës. Por unë do ta kisha plotësuar zonjën Sanie, me të vërtet janë të përkushtuara, por edhe shumica e grave nuset i kanë shumë të mira, të cilat u mundsojnë vjerave që shkojnë në prova, se duhet një harmonizim brenda. Duhet dikush në familje të bëhet mbështetje dhe të parë për disa punë që zonjat jenë të lira dhe të kenë kohën e mjaftueshme për të qenë pjesë e aktiviteteve, e eventeve, por edhe të vinë 2 apo 3 herë mbrëmjeve çdo javë, siç edhe ju punoni, apo të bëheni pjesë e një spektakli shumë të rëndësishëm, si që është Albanians Got Talent. Unë do doja që bashkë të shohim këtë material, ka qenë surprizë, harmonizimi i një grupi, i një kori me zonja që këndojnë në këto nivele. Yes.
sa zonja të hishme, sa zonja fisnike. Si e bëni përzgjedhjen muzikore? Në fakt, çdo herë bazohemi që të kemi repertorin tonë, ka nga të gjitha trevat shqiptare. Normal që serenadat korçare, ato shkodrane janë shumë të popularizuara dhe të bukura, por nuk i lam anësh edhe këngët e krajinave tona. Kështu që kemi një repertor goxha të gjerë dhe mvarësisht prej situatave ose prej evenimenteve, kërkesave, edhe i këndojmë. Ja që herën e parë e vendosëm që të vim me një këngë e rajonit Dibrës, Tetovës, një shkodrane edhe një këngë që këndohet shumë në hajngje të ndryshme, Moshe bukur kjo rinia, po ne ndryshuam e bëm Moshe bukur kjo pleqëria. Edhe... Në është Moshe bukur vërtet, nëse i këndon në këtë mënyrë. Dhe për edicionin radhës që vim, kemi për një përzgjedhje besoj që edhe më të mirë, në koncertet që shkojmë në Kosovë, kemi tjera këngë, në koncertet që i bëjmë në Tetovë, i këndojmë këngët e rajoneve të tjera, ndërsa në Kosovë dhe Shqipëri më shumë i këndojmë këngët e rajonit tonë. Kështu që repertori është i gjerë dhe kemi mundësi edhe të përzgjedhim varësisht ku këndojmë. Ju uroj shumë suksese edhe në fazën e ardhshme të Albanian's Got Talent. Ne vazhdimisht kemi biseduar me personazhe të cilët i kemi spikatur edhe kemi dashur që të ndalemi dhe të mësojmë më shumë dhe na bën përshtypje patjetër një grup me zonja të cilat që në momentin e parë me qëndrimin e tyre skenik me ato veshjen edhe veshjen e kishit shumë të përzgjedhur. Kemi aty një zonjë se ndërhyna e cila kujdeset zakonisht për veshjen, për dukjen tonë është tetja Bushe, unë i them tete. Për shkak që i njoh që nga fëmiria të gjitha zonjat përthojse, ajo çdo herë kujdeset për veshjen tonë, më thonë është një ideatore, kështu që perfekte që asnjëherë s'na mungon asgjë. Falë saj, ne dukemi shumë bukur. Shumë bukur. Dhe atë e keni falë saj dhe duarve të saj, por falë talentit tuaj edhe tingëlloni jashtëzakonisht shumë bukur. Prandaj deshëm që të ndaleshim edhe t'ju njihnim pak më tepër. Çan këto zonja, ka shumë zonja bashkë që performojnë në një qytet që në fakt nuk kam informacion se si është jeta artistike dhe kulturore në Tetovë. Po në fakt... Ashtë e pasur, a keni shumë aktivitete? Tetova ka jetë kulturore, po çdo herë ne duhet të insistojmë dhe të presim që ajo jetë të zhvillohet dhe të rritet. E kjo kërkon punë. Po, në faktikisht vitet e fundit janë themeluar edhe institucione kulturore, siç është Teatri i Tetovës, Galeria e Arteve, e kemi Qendrën për Kulturë, tani u themelua ansambli muzikor, që është ansambli për muzikën serioze. Para 5 viteve u themelua ansambli i këngëve dhe vallëve popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në fakt, kultura në Maqedoni, në këtë rast edhe në Tetovë, si epiqendra e shqiptarëve të Maqedonisë, ka rritje, me thënë, dhe ka jetë të zhvilluar kulturore, por nuk është ajo që duhet të jetë. Jam e lumtur që dëgjoj që ka rritje, dhe ju po punoni çdo ditë në informacionin tim që të bëhet gjithmonë më mirë, e të ketë gjithmonë më shumë, jo vetëm të rinj të talentuar, por të gjitha grup moshave, të cilat kanë në thelb të përcjellin kulturën tonë nga brezi në brez. Dhe baza e çdo gjëje, çdo lëvizje, jo vetëm kulturore, po edhe në të kaluamën, edhe politike, patriotike, ka qenë shoqëria e Xheladin Zeqiri. Pra aty kanë dalë ata njerëz të cilët më vonë edhe i themeluan këto institucione, të cilat ne sot edhe i gëzojmë. Në fakt, ai guri që peshon më shumë në qytetin tonë është shoqëria, ku bëjmë pjesë edhe grupi i grave të Teuta. Në fakt, isha antare, tani antare të grupit të grave, dhe ne me atonën mundohemi të kontribuojmë që të japim kontribut në këtë jetë kulturore, por përveç në institucioneve, në Tetovë ka edhe 2 festivale, është Vera e Kulturës Tetovare, është Tetova feston nëntorin, festivale Koxhat mbushura me aktivitete kulturore, dhe festivale ku kyqen shumë të ri, të talentuar, dhe me kalimin e kohës bëhen edhe emra, bëhen edhe personalitete. Kështu që mund të lavdërohemi si qytet se kemi bërë shumë, por a duhet bëjmë edhe më shumë, sigurisht që po. Gjithmonë ka vend për më shumë edhe për më mirë. Megjithatë, unë do doja që
t'i jepnim vëmendje asaj çka është arritur deri më sot, sepse e di që është një punë e madhe pas. Faleminderit shumë, faleminderit për prezencën në Albanian's Got Talent, faleminderit edhe që erdhët këtu në Living Day, faleminderit për rrëfimin tuaj dhe për të gjitha emocionet dhe performancën shumë të bukur e të shkëlqyer që na dhuruat. Faleminderit edhe juve për ftesën, ishte kënaqësi dhe një gjë ju them që performanca e dytë do të jetë edhe më spektakular. Po e pres me kënaqësi të madhe. Një përshëndetje dhe një përqafim shkon për gjitha zonjat, grupin tuaj, korin Teuta, që po na shohin tani përmes ekranit. I përshëndesim. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë e Living Day. Mirupafshim.